U kthyem sërish në studio pas një debati të nxehtë, tani do të flasim se a do të ketë më të nxehtë dhe si gjithmonë me neve këtu në studio është Mendim Rrugova. Mendim, mirë se vjen. Faleminderit. Mirë se erdhe Mendim. Çfarë parashikohet për këtë javë dhe ditëve vijim? Vice për me, nxehtë kemi edhe për javën tjetër do të thotë po parashihet një më të këgjaj që ndrushëm, tamam ndoshta edhe niveli nxehtit po na pret, edhe temperatura do të thotë këgjat nolta, do të thotë për mbi 30 gradë Celsius. Mirë, po parafaktisht pak i kemi mi pas do farë freski gjatë kësaj fundjavë, po shkojmë pak me situatën sinoptike të shohim fillimisht zia çish po evoluon situata nëpër kontinentin evropian, po shihet ka Iberia, do të thotë Spanja, Portugalia, Franca në atë pjesë, do të thotë është një nxehtë po akumulu këto ditën e 16 deri 22-23 gradë Celsius nëpër Spanjë kanë arrit temperaturat, ditën e nesërme të 30 gradë edhe në Angli po shkojnë temperaturat, kështu që nëse përvreni prej grafikës këto ngjyrat e kafta që përshkojnë nga Evropa për ndimurën, mandej porzohen edhe mbi rajonin tonë, kështu që ajo është për javën tjetër mas ne çka po na pret ai nxehti, por paraprakisht që po vrehet këtu në grafik e kemi këtë ftoftë që po vjen gjatë fundjavës mbi rajonin tonë, kështu që e kemi mas një farë balanci, një farë freskie paraprakisht ojda. Me qenë se ditën e sotme vetëm pak është nxehtë, po vrehet edhe një farë zagushie. Po, megjithësisht më freskët pak. Po. Është një ankesë më dukshme se ditëve tjera. Po, patjetër edhe mirë po pas ditë vetëm se kanë filluar tash disa rrëbeshë, ka Mitrovica, ka rrëbeshë që gjatë ditës pritet ndoshta edhe Prishtina mundet me pas në rrëbesh të shiut. Edhe pse ditën e gjeshme kanë qenë pak më të koncentruar rreth Visë malore, po ditën e sotme ndoshta po na prekun edhe neve ka pak na i tush. Mirë bojnë. Kemi nevojë, ajda. Mirë po ditëve tashme prapë për nesërme të kemi më shumë diell, rrëbeshët janë pak më të koncentruar do të thotë zona malore, me kalimin ditën e premte po pritet ndoshta me pas pak një rrëbesh se me qenë se ky ftofti që vjen, paraprakisht i paraprin një sistem frontal edhe mundet është në ai rrëbesh aty këtu me pas në gjatë natës do të thotë prej tajtës në premten kur kalon. Të shkojmë te diagrami të slajdit tjetër, të shohim pak diagramin e temperaturave që po na pret gjatë këtyre ditëve. Do të thotë ditën e nesme temperaturat janë edhe më të larta, deri në 31-32 gradë Celsius maksimale pritet me arrit në Prishtinë, ndoshta deri në 35 mundën me arrit në pjesë tjera të vendit, po mandej në fundjavë e kemi në Rami, do të thotë deri në 25-26 gradë Celsius për ditën e shtunë edhe diel, kështu që tamam një farë freskie, pak edhe frymë veriu pak më shumë, kështu që ma chill. Çka është ajo thënia, diçka frymë veriu. Mirë, po javën tjetër mandej po shihet që kemi temperaturat edhe me gjas janë edhe valë nxehtësisë, me qenë se po duket që do të jenë pak më të larta mbi 30 gradë Celsius, ndoshta edhe deri në 33-34 gradë Celsius maksimale të arrin kames javës. Jo po pëlqen. Ku shkon dete e ka mirë. Janë do plane për ata. Janë këto reagime në studio. Kështu që mandej spaku deri ditën e premte të shtunën po mbesin temperaturat këgjasht të larta, do thotë mbi 30 gradë Celsius. Tash kryesisht është parapome me qenë më të kthjellët, do të thotë më të qëndrueshëm, i thatë, kthjellime, tek në ditën e premten eventualisht nëse ka farkalimi të një sistemi frontal mundet me pru pak rrëbeshë shiu, po ende është kohë e largë ajo me vënë tamam parashikimin. Mandej mundet, po edhe mas asaj do të thotë edhe në pjesën kur kalojmë ka korriku po rrëvren temperaturat që po mbesin kryesisht mbi 30 gradë Celsius. Këtu i kemi edhe me inteligjencë artificiale do të parashikimet, edhe këtu do të thotë po parashihet këtu temperatura gjatë kamesi javës sashme edhe deri në 35-36 gradë Celsius këtu me siguri në disa pjesë të vendit, derisa për Prishtinë më shumë them deri në 33-34 gradë Celsius, ndoshta jo më shumë. Po te inteligjenca artificiale pak ka një farë me dyshe kur kalojmë ka korriku pak temperaturat po zvresin edhe në 30 gradë Celsius. Po kjo është vetëm një model do të shohim çka po ndodh mandej gjatë ditëve tashme që shmundesh me evoluar. Kur po ngrihesh go po mdoket vetja si nxënës, edhe po e dëgjoj akcentuarin e gjeografisë të shpjegu. Edhe mos vol hiç. Edhe po shkojmë për një slajd fundit. Mirë edhe mendim. Janë tjetër nivel. Po, do as nuk bëj shumë pyetje veç rrishim fort. Po mundon pak me mri. Ja, absolutisht. Unë e bëj kështu shumë. Ka qenë propozimi, hajde s'mendim ngriu herën e parë. Okej, këtu e kemi për rrezikun për zjarr. Dje ke probleme i pyjeve në Slatin, do thotë.
për javën ashme, a mirë me qenë se e përmena që do të jetë më të kthjellët edhe plus statësia e kuve të fundit që kanë ndiku pa treshëna, rreziku për zjarret në javën ashme do të është edhe më ekstrem. Këto zonat e kuqe, do me thonë janë zona që rrezikojnë më shumë tepa. Ajde, do të me pas kujdes të kështu qoftë për zjarreve, apo për piknik, apo nëse bojnë kryesisht djegjet e ambullarëve që i bojnë të na fermer. Që mund të përhapet. Mund të mu përhap, do thotë sidomos nëse ka pakena më të fuqishme është problem andaj me i kontrollu ato. Kështu që po shkojmë ka një periudhë tepër thatë dhe me pas kujdes. Na po japim shumë mesazhe për kujdes, po dje ishte shqetësuese natyrisht, edhe është një park që vizitohet shumë në Slatin, kështu që duhet kujdes po. Edhe natyrisht e përmeni indeksin e rrezëve ultraviolete, kur është më të kthjellët, patjetër që më rujt. Vende interveno edhe vikendin ashur me prish motin, se ti prishim do plane. E ka me qëllim. Jo, alla po duket korriku kryesisht Jo, askuj si prishën planet. Shumë mirë. Faleminderit edhe për sot, natyrisht si gjithmonë nga ora 20:15 shikuesit tanë mund t'i marrin gjitha informacionet në detaje. Të apo ndryshon diçka. Në momentin fundit. Se na po marrim ekskluzivitetin, a? Tema më shumë të emisioni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.